466.000 qytetarë shqiptar me të drejtë vote nuk mund të votojnë në zgjedhjet e 11 majit, pasi nuk kanë kartë identiteti të vlefshme dhe as pasaport. Nënkryetari i PD-s Suajert Bylykbashi kërkon që qeveria shqiptare të nxjerrë menjëherë një VKM ku të lejojë shqiptarët të votojnë në zgjedhjet e kësaj të diele. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetësve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. Një thirrje PD e pati edhe ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. I kërkojmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë në pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Bylykbashi kërkon që edhe vëzhguesit ndërkombëtar ta ngrenë këtë shqetësim në raportet e tyre. Gjithashtu të rreqin vëmendjen e mekanizmave ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, siç është OSBE ODIRI, OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe çdo institucion tjetër ndërkombëtar që ta vënë në dukje këtë shkelje të drejtave shqiptarëve. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetet shqiptar të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik.